Bashkia Fier, duke përfshirë këtu dhe Sharkun, kryesohet nga unë, drejtuese e Sharkut, Belinda Balluku, jam në listë të mbyllur sipas instrumentit që kemi vendosur për gjithë drejtuesit e Sharkut. Në ndërkohë në Bashkinë Fier kandidon Erion Mile, është në listën e mbyllur, vjen nga deputeti që duam. Erion Mile është aktualisht pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, i lindur dhe i rritur në Fier, në një familje me tradita dhe është baba i një djalit të vogël 2 vjeçar. Angazhimi politik i Erios ka filluar që në moshën 16 vjeçare, në fresh dhe ka qenë aktiv në çdo fushat me detyra të ndryshme si koordinator i studentëve të Fierit, i deleguar i kryesisë të Partisë Socialiste dhe sigurisht ka shërbyer si numërues edhe në zgjedhje në fillimet e tij. Ceno Klosi është aktualisht zëvendës ministër infrastrukturës dhe energjisë, i lindur dhe i rritur në Fier, ka mbajtur disa funksione të rëndësishme administrative, publike, por gjithashtu edhe në sektorin privat nga sistemi bankar. Prej kohësh është i angazhuar në Partinë Socialiste. Është baba i 2 djemve. Zaira të hapur. Vazhdojmë me listën e hapur. Zaira Gjika, e lindur dhe e rritur në Fier. Zaira është arsimtare dhe ka drejtuar për një kohë të gjatë, prej disa vitesh, zyrën vendore të arsimit publik në Fier. Gjithashtu është përfaqësuese e komunitetit Arrumun, nën e 2 djemve. Listë e hapur, gjithmonë Bashkia e Fierit. Ramion Kurti është kryetari i Partisë Socialiste të Fierit. Angazhimin politik e ka nisur herët që në vitin 2006 dhe ka qenë pjesë aktive e 9 fushatave elektorale, ku ka mbajtur pozicione të ndryshme, si kryetar organizate apo zëvendës kryetar i freshit, sekretar organizativ i partisë. Ramioni është baba i një djali dhe një vajze. Mariglen Hoxha. Marigleni është një djali i ri, është financier, kontabilist, lindur dhe rritur në Fier, vjen nga një familje e madhe dhe respektuar, i angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste nga viti 2013. Gerta Dhima, gjithashtu në listë të hapur për Bashkinë Fier, është një vajzë nga Pojani, një nën më sakt, e 2 fëmijëve. Gerta ka një eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste, duke qenë që vjen edhe nga një familje e angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste të Pojanit, vjen nga platforma e deputetit që duam dhe padyshim do të sjellë energjinë e saj. Dhe këtu e mbyllim Bashkinë e Fierit dhe kalojmë në Bashkinë e Lushnjës me listën e mbyllur për Bashkinë e Lushnjës. Garon Ministri i Financave Petrit Malaj, i cili është bashkuar me administratën publike në fund të vitit 2023 duke pasur rolin e drejtorit të AKBN-s, por nga viti 2010 ka mbajtur rolin e drejtorit ekzekutiv të grupit të 5 më të madh në botë në fushën e konsulencës financiare, auditit dhe taksave BDO Albania. Është baba i 2 fëmijëve. Gjithashtu në listën e mbyllur për Bashkinë e Lushnjës garon një vajzë tjetër, e re në moshë, e cila ka aplikuar tek deputeti që duam, Kiduina Zaka. Kiduina është psikologe dhe pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, lindur dhe rritur në Lushnjë, e angazhuar në Partinë Socialiste prej kohësh dhe ka drejtuar edhe freshin e Lushnjës. Lista e hapur e Bashkisë Lushnja. Asfloral Haxhiu. Asfloral Haxhiu është një mjek i ri, kirurg, e ushtron profesionin e tij në Spitalin Memorial, është i lindur dhe i rritur në qytetin e Lushnjës, në një nga familjet më të mëdha të këtij qyteti, gëzon respekt në të gjithë Bashkinë e Lushnjës, por edhe në atë të Fierit, por jo vetëm nga familja e tij e madhe, por edhe për shkak të profesionit të tij dhe njihet si një nga mjekët inovator. Unë do ta quaja që është me të vërtet fat për Partinë Socialiste dhe për skuadrën tonë që të kemi doktor Altin si pjesë e grupit dhe padyshim doktor Alti përfaqëson të rit, profesionist, intelektual,
të cilët kanë vendosur të zhvillojnë jetën dhe karrierën e tyre në Shqipëri. Vazhdojmë me listën e hapur në Lushnjë. Elton Koreshi, i cili prej disa vitesh ka mbajtur pozicionin e nënkryetarit të Bashkisë të Lushnjës me profesion ekspert fiskal, djali një nga familjeve më të mëdha gjithashtu të qytetit të Lushnjës, ka kontribute të gjata në Partinë Socialiste, lindur dhe rritur në qytet dhe është babai i një vajze 2 vjeçare. Lista e hapur e Bashkisë të Lushnjës, Maldrita Bardo, është përzgjedhur për të përfaqësuar komunitetet e fushës të Myzeqes. Maldrita është farmaciste, lindur dhe rritur në Imsh të Bubullimës, prej vitesh angazhuar në Partinë Socialiste, gëzon respektin e lushnjarëve dhe për shkak të natyrës së saj, gjithmonë gatshme për t'u gjetur pranë njerëzve. Nën e 2 fëmijëve. Përparim Arapi është gjithashtu përfaqësues i fushës të Myzeqes, Krutjes dhe Allkaj. Përparimi është përfaqësues i denj i bujqësisë, pasi është një agronom i vjetër në detyrë me kontribute në fushën e bujqësisë, që punon në Institutin Bujqësor dhe për çka njihet përparimi, njihet për një burr korrekt, i cili ka ndihmuar në zhvillimin e fermave të shumta që ka në zonën e Krutjes dhe një burr model, siç e thonin ande nga Krutja, baba i 2 fëmijëve. Kalojmë në Bashkinë e Roskovecit. Bashkia e Roskovecit në listë të hapur Ilirian Musko, farmacist, lindur dhe rritur në Strum të Roskovecit. Iliriani ka emigruar herët, por ka zgjedhur të kthehet në atë dhe për të ndërtuar jetën dhe familjen e tij. Prej vitesh i angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste, por edhe në këshillat lokal. Gëzon mbështetjen e komunitetit si një person që i gjendet pranë njerëzve të nevojë dhe është baba i 3 fëmijëve. Ndërkohë që Zeshine Çaushi, gjithashtu një nga aplikantët e platformës Deputeti që duam, në listë të hapur për Roskovecin, është vajza më e re e listës tonë. Zeqinea është juriste dhe avokate, e diplomuar me master shkencor në të drejtën penale, me rezultate të shkëlqyera nga Fakulteti i Drejtësisë. Ka një angazhim dinamik në Partinë Socialiste dhe ajo sot është drejtuese e Forumit Rinor Eurosocialist të Roskovecit. Për Bashkinë Patos konkuron deputetja Antoneta Dhima, që është një figurë e mirënjohur në komunitetin e Patosit për gjithë detyrat dhe punët që ajo ka kryer në këto vite, por Antoneta si një kolege në parlamentin shqiptar do të thoja që spikat për koreksinë e saj dhe për angazhimin e saj që nuk mungon kurrë në seanca apo në komisione dhe për mënyrën se si mbështet në listë hapur apo jo? Patjetër, komunitetin e saj. Bashkia e Mallakastrës, Klevis Jahaj, lista hapur gjithashtu, lindur dhe rritur në Ballsh, një profesionist i mirë i cili ka drejtuar me sukses disa nga ndërmarrjet shtetërore të energjisë apo të ujësjelljes kanalizimeve, me një angazhim konkret dhe të gjatë në Partinë Socialiste, i cili kthehet në qytetin e tij të lindjes për të kontribuar tashmë si deputet i këtij qyteti, është baba i 2 djemve. Bashkia Divjak. Bashkia Divjak tashmë përfaqësohet me një zonjë, me Ana Nakon, një arsimtare, drejtoresha e gjimnazit të Divjakës. Ana është në listë të mbyllur për t'i garantuar bashkisë së tretë më të madhe në Qerkun e Fierit një deputet të sigurt. Ana e drejton gjimnazin nga viti 2016, është antare e Këshillit Bashkiak, gëzon respektin e gjerë të komunitetit për shkak të kontributit të saj në rritjen e brezave të ri. Është nën e një vajze 15 vjeçare. Gjithashtu, në Divjak kemi kandidimin e një djali të ri, 29 vjeç, Dimitër Kruti, i cili është djali një familje me kontribute të mëdha në bujqësinë shqiptare, i njohur si një agronom i ri, për të cilin familja ka investuar që ai të kthehej më pas dhe të kontribonte për Divjakën që aq shumë duan. Në listë të hapur.
Mbaroj, 5 të mbyllurat i mbaruam. Ndërkohë, gjithashtu për Divjakën kandidon Avdi Snalla, i lindur dhe i rritur në Grabian të Divjakës, baba i 2 fëmijëve me kontributet të njohura në pushtetin vendor në Bashkinë e Divjakës, gëzon respektin e komuniteteve nga njësitë të ndryshme administrative dhe ka kontribute të mëdha në Partinë Socialiste. Ndërkohë, Avdi Snalla. Dhe i fundit, Nusret Abdullah, i cili është deputet i Parlamentit Shqiptar, na është bashkuar në garën e 11 majit për të kompletuar kështu skuadrën tonë dhe për të pasur të gjithë komponentët e gjithë përfshirjes, pasi Nusreti përfaqëson komunitetin Çam në qarkun e Fierit, duke kompletuar kështu një skuadër gjithë përfshirëse, siç u thash. Për t'ju thënë edhe një herë listën e mbyllur, pra në listë të mbyllur jam unë drejtuesi i qarkut, është Ministri i Financave Petrit Malaj, është Kiduina Zaka nga Lushnja, është Erio Mile nga Fieri dhe është Ana Nako nga Divjaka. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë.